Mitar tjetër dhe normalisht do ta kem mundësinë që të lidhemi sërish. Blerina, edhe një informacion të fundit për shoh që prapa teje atje po shihet që edhe janë pastruar njollat nga ky rast shumë i rënd në qytetin e Podujevës, pamje të cilat i kemi parë dhe na kanë tronditur të gjithëve, madje kanë qenë edhe me zë, por nuk do t'i transmetojmë me zë për shkak të ndjeshmërisë që përqojnë dhe thirrjeve që kanë. Po, afërdita deri më parë pra ishin edhe policia e Kosovës, të cilët e kishin rrethuar të gjithë vendin e ngjarjes dhe gjithashtu edhe ekipet e pastrimit, të cilët e pastruan edhe vendin këtu ku ndodhi ngjarja dhe tashmë pra edhe ne e kemi të lirë vendin që të hyjmë dhe të raportojmë pikërisht nga vendi i ngjarjes ku sot ka ndodhur. Blerina, nga burimet